fill, s'ka koalicion. Se LDK-ja zë du i më shku pa parimet e veta. Unë se të gjoha LDK për shtu parimet të folë. Për presidentin për thujnë në aprish. Po dhe. A përse që s'kanë folë për këto punë. Ose s'na kanë të regu që kanë folë parimet e Lutfi Azirit javës kalume kanë qenë shumë korekte, të mira. Ta manë parime politike. Ta shta i kanë pas të i takime. Pa fu i lirë, qka flosin në ta 3 orë, pa pom kanë folë, pom. Pse po vërtet? Qka flosin 3 orë? Pse po vërtet? E kom diçka. A LDK-ja na nuk kemi ndëgju që ka qenë takimi parë mbi parimin e parë tyne, takimi dytë parimi dytë, takimi tretë parimi tretë. Të më thonë, na nuk e dim çka kanë bisedu. Sepse ata kanë thonë, ne duam të mirëm i vesh për gjitha institucionit ose asnjë, e dyta është gazi amerikan, dialogu, sërb të nëveri, ekonomia, e tjera, Qa bisedon Albini lirë t'jetin ma mirë se une? Qush bisedon Albini? Edhe treta kanë thonë LDK-ja që është manej ndarja e posteve institucionale. Na që ka përshojmë është 2 ditë, janë maj 3 takime edhe me njerë kanë marrë në thutë e prezidenti. Tash pyetja legjitime është, çka ka ndodhur me 2 parimet e para. Unë mendoj që kryetari i kuvendit nuk është post ceremonial. Jo mendoj, po e di që nuk është post ceremonial. Çka bën kryetari i kuvendit? I barabartë me të gjithë deputetët tjerë. Këtë se dhonë që kuvendit i thujnë bota demokratike. Edhe i sistemania dhe fshetarë. Po këtë spokesman i thujnë këtë bota demokratike. Zë dhonë që kuvendit. Po, Me mend absolutisht. Kosovës, kur gjohitës është pra. Qashtu që është po falni ju.